Balluku nuk shkarkohet dhe as jep dorëheqjen. Ilir Meta u largua nga zëvendës kryeministër pa ardhur kërkesa për hetim. Lulzim Basha dorëzoi këtë të premte në një deklaratë për mediat. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndal sërish në çështjen e Belinda Ballukut, e pezulluar si zëvendës kryeministre dhe ministre për aferat e saj korruptive me tunelin në Llogaraz dhe Unazën e Madhe. Berisha solli paralelizmat me kohën kur ka drejtuar ai qeverinë. Gjithashtu Berisha tha se Ilir Meta dha dorëheqjen nga posti i zëvendës kryeministrit për një video të montuar, ndërsa Balluku tha Berisha as dorëhiqet dhe as shkarkohet. Në fillim të janarit 2011, pas një video të publikuar të manipuluar ku akuzonin në mënyrë falso Ilir Metën për një rishfet që nuk ishte bërë kurrë, Ilir Meta, pa ardhur kërkesa nga prokuroria për hetim për imunitetin, ka dhënë dorëheqjen nga zëvendës kryeministër dhe ka hequr dorë nga imuniteti. Në atë kohë prokurore ishte Ina Rama dhe në rastin tjetër para Ilir Metës, Fatmir Mediu ka dhënë dorëheqjen dhe heqjen e imunitetit. Lulzim Basha ka dorëzuar imunitetin, ndërsa Lubi Balluku as nuk jep dorëheqjen dhe as shkarkohet, siç shkarkova unë Ilir Rusmailin, tha Sali Berisha.